përkatësisht mes djeshtës dhe të ardhmes, është zhvitur një krizë të thellë shoqërore, politike, e cila ka arritur kulmin e saj me ngjarjet që ndodhen në Novi Sad, përkatësisht në stacionin e Kurullor, kur edhe ishin vrarë 15 vetë, kishin gjetur vdekjen nga çatia e cila kishte rrëshqitur. Dhe tashmë që atëherë nga një nëntori i vitit 2024 që në dhjetor kur filluan barikadat, bllokimin nëpër universitete, përkatësisht mësimdhënia dhe mësimdhënia në këto universitete studimore, më pas në rrugë dhe kështu me radhë, tashmë janë bllokuar pothuajse çdo qytet kryesor në Serbi, e madje ecja studentëve në çdo qytet ka ngritur entuziazmin, madje edhe në qytete siç është edhe Bjanoci, po ndihet paga shumë se është duke ndodhur diçka me Serbinë. Dhe kjo paralajmëron se një gjenerat e post-Jugosllavisë në Serbi është duke kërkuar drejtësi për viktimat e masa kundër korrupsionit, i cili është megalopan sa i përket partisë shtet të SNS-it, përkatësisht partisë së Vučić, e cila tashmë për më shumë se një dekadë është duke e sunduar Serbinë, dhe krahas kësaj shumë analistë janë duke paralajmëruar se kjo edhe mund të jetë edhe 6 tetori i munguar i vitit 2000, atëherë edhe kur për herë të parë ka pasur një kryeministër demokratik të zgjedhur, siç ishte Zoran Xhinxhić, i cili më pas edhe ishte ekzekutuar nga forcat e JSO-së tashme, që tashme janë pjesë disa si veteran, të cilët janë duke marrë pjesë në Parkun Pioner në rezidencës së presidentit për ta mbështetur me disa fake, le të them kështu, studenta në mbështetje si kundërreagim ndaj paralajmërimit të madh për 15-ën protestën më të madhe që ka ndodhur në historinë e Serbisë, e që po paralajmërohet të jenë më shumë se 1 milion veta në Serbi, përkatësisht në bllokimin e qytetit të Beogradit. Pra ka një erë demokracie, thatë ju në mes reshtës në Serbi. Serbia dhe demokracia në këtë vend ka shpresë, po lind një shpresë. Zakonisht të gjitha iniciativa demokratike, përkatësisht grupat të cilët janë më liberale të demokracisë, të cilat nuk janë pjesë e narracionit të kontrolluar e të dirigjuar nga presidenti Vučić, kanë qenë grupe të marginalizuara. Megjithatë, kjo nëse ju kujtohet, në të kaluar ka pas disa protesta që janë marrë, një në 5 milion ka qenë ajo protesta madhe para kësaj që është duart e përgjakura, dhe disa protesta të tjera të cilat në mënyrë shumë efikase dhe perfide Vučić ka arritur që t'i kontrolloj, ka arritur që t'i shuaj, dhe ka arritur që zërat kundër tij të jenë të bllokuar e madje të mos jenë edhe të dëgjuar. Kjo me këtë protestë ndodh për faktin se e gjithë protestat nuk ka një lider, nuk ka një udhëheq, po ka një plenium i cili merr vendime edhe që ka kërkesa të sakta, të cilat i kërkohen qeverisë, e cila është në dorëheqje, e cila për shkak këtyre bllokimeve tashmë është në dorëheqje, sikur edhe siç është edhe kryetari i Novi Sadit. Megjithatë këtu nuk kanë përbërë lajm, duke ditë që këto janë edhe qeveria, edhe kryetari i Novi Sadit kanë qenë pjesë e kontrolluar e presidentit Vučić. Andaj, po, është një paralajmërim i madh, është një paralajmërim që mund të erodoj në Serbi për të lindur demokracinë e vërtet, demokracia e cila do duhej që të akomodoj kërkesat e gjitha grupacioneve, e gjithë qytetarëve të Serbi, përfshirje edhe të qytetarëve tjerë që janë të rendit ditë të tretë. Mirë, zoti Mustafi, do të kthejmë herë pas herë tek ju gjatë emisionit, po themi jeni pjesë e gjithë diskutimit dhe pse fizikisht nuk jeni në studio. Zoti Arifi, para se të futim